Prandaj administrata është fytyra e Republikës karshi qytetarit dhe përjetimi i qytetarit për shtetin. Nga mënyra si e dëgjojmë qytetarin, si përgjigjemi dhe si e trajtojmë hallin e tij, ndërtohet besimi në institucionet tona. Qeverisja e mirë, transparente dhe në përkushtim të qytetarëve nuk është një parollë politike. Është parimi ynë udhëheqës. Në një republikë demokratike, pushteti nuk është privilegj, por përgjegjësi e lartë. Udhëheqja që shërben nuk pyet sa pushtet kam, por çfarë përgjegjësi e kam. Nuk pyet sa kontrolloj, por sa lehtësoj. Ky është kuptimi i vërtet i shërbimit publik. Reforma e administratës publike është thellësi demokratike. Ajo jeton çdo ditë në sportel, në zyrë, në shkollë, në komunë, në qendër shëndetësore dhe në platformë digjitale. Orientimi ynë është i qartë. Administrata publike nuk duhet të jetë pengesë për qytetarin, por ura e cila lidh atë me të drejtat dhe mundësitë që i takojnë. Kjo ditë na kujton se administrata publike është një nga shtyllat themelore të funksionimit të shtetit. Ajo është pika ku qytetari takohet me institucionet, ku politikat publike shndrohen në shërbime dhe ku besimi në shtet ndërtohet përmes punës së përditshme të mira në punësve publik. Shteti nuk funksionon vetëm përmes politikave dhe vendimeve që miratohen përmes njerëzve që i zbatojnë ato çdo ditë. Ky është edhe mesazhi që qëndron si në themel të ditës së shërbimit publik. Prandaj kjo ditë është para së gjithashtë një ditë mirënjohjeje në punësit publik të Republikës së Kosovës, të cilët përmes punës së tyre të përditshme e shndrojnë veprimin institucional në shërbim konkret për qytetarët. Nga këndvështrimi i Ministrisë së Digitalizimit dhe Administratës Publike, pyetja kryesore është e thjeshtë: si ta bëjmë administratën publike më efikase për qytetarët dhe njëkohësisht më tërheqëse, më mbështetëse dhe më motivuese për ata që punojnë brenda saj. E përgjigja qëndron në bashkimin e dy proceseve që shpesh janë parë të ndara, pra reformën e administratës publike dhe transformimin digjital. Digitalizimi pa reformë administrative vetëm e zhvendos birokracinë nga letra në ekran, ndërsa reforma administrative pa digitalizim mbetet e ngadalt, e fragmentuar dhe e vështirë për të matur.